Ishte rasti më i ri i vrasjes së një gruaje nga bashkëshorti i saj, ka tronditur përsëri opinionin publik. Ngjarja ka ndodhur në lagjen Sindos të Selanikut mes ditën e së mërkurës, kur një 53 vjeçar shqiptar ka vrarë gruan e tij. Raportohet se 53 vjeçari ka sulmuar me një mjet të mpret gruan e tij 44 vjeçe, duke i shkaktuar asaj plagë të shumta në trup. Më pas ai është hedhur nga balkoni i katit të dytë të banesës së tyre dhe nga plagët e marra pas rënjes ka humbur jetën kur është dërguar në spital. Forcat të shumta policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe po hetojnë shkaqet e krimit. Thuhet se gjithashtu çifti ka lënë pas 2 fëmijë të vegjël.